Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në episodin e radhës të Prishtina Book Talks. Libri që kom zgjedhur për këtë episod është Anti-Intellectualism in American Life nga autori Richard Hofstadter. Libri është shkruar në vitet 50 në Amerikë dhe ka qenë si reflektim i ngjarjeve që kanë ndodhur në atë periudhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 64-ën e fiton Pulitzer Prize për shkak të ndikimit dhe peshës që ka pas libri. Para diku 10 vjetë pa ta lexuar një artikull bombastik, thëjke How a TV sitcom triggered the downfall of Western civilization. Titulli bombastik, normal bështini me lexue edhe fillova me lexue edhe që aty për herë para pa termin anti-intelektualizëm edhe se qysh e paraqet autori. Autori thot që seriali i famshëm Friends ka pas shumë elemente anti-intelektuale. Në serialin Friends njëri prej karaktereve, domethënë karakteri kryesor Rossi, është një intelektual, edhe është profesor universitar, edhe gjatë krejt serialit ai është prej personave që përqeshet, nënçmohet edhe trajtohet në mënyrë shumë denigruese në serial. Edhe artikulli pretendon që ky serial që ka pas famë të madhe në Amerikë dhe përtej, domethënë audiencë normale ka pas diku 50 milion, ka ndiku që ato veprime anti-intelektuale që janë bërë drejtuar karakterit kryesor me u shpërnda dhe me u normalizu në popull. Edhe aty kom pa termin anti-intelektualizëm edhe pa ta hi me këshyra ka materiale ma shumë për me lexu për këtë temë dhe pa ta gjetë librin Anti-Intellectualism in American Life. Pse në jetën amerikane, gjatë periudhave ndryshme në histori, shtetet e ndryshme kanë pas ndikim të madh në historinë edhe kulturën botërore. Me timeline të ndryshëm, domethënë me renditje të ndryshme, Franca, Britania e Madhe, Gjermania dhe tash ma vonë Shtetet e Bashkuara kanë pas ndikimin e vet në krejt botën, ndikim që ndoshta nuk vret edhe nuk dihet që është për shkak tyne. Tu i fillu prej Francës, ndikimi i iluministëve të Francës ka qenë përmbajtësor në krejt historinë botërore, domethënë mendimet e tyre janë përhap edhe janë bot famshme të gjitha shtetet e botës i kanë marrë parimet që ata i kanë promovu. Kodi Napoleonit, Napoleoni e ka bë kodin e vet, kod i cili është integru në mbi 70 shtetet botës në mënyrë shumë të madhe, edhe ka pas ndikim edhe në shtetet tjera të botës. Kinemaja si teknologji është zbulu në 2-3 vende, mirë po kanë qenë disa kinemast francez, konkretisht vëllezërit Lumière, që vitin 1896 kanë fillu edhe me prodhu filma, dhe kanë qenë prej filmave të parë që janë shiku, edhe kjo mandej ka pas ndikimin në krejt kinematografinë botërore. Në Francë kur është bo gjatë kohës Napoleonit, po edhe gjatë revolucionit, frances është bo sistematifikimi i shtetit, edhe një prej gjënave që ata i kanë bo standard, ka qenë sistemi metrik. Mandej prej Francës, sistemin metrik e kanë marrë të gjitha shtetet e botës, përjashton ndonjë shtet që i përdor disa metrika tjera. Edhe nëse i këshyrim elitat shqiptare të asaj periudhe, domethënë të kohës së rilindjes, mundemi me vrejt që shumica prej tyre kanë ditë frangjesht. Kanë fol frangjesht, kanë shkruajt frangjesht, kanë përkthy frangjesht edhe disa raste dashka mi përkthy, mi përmend. Ismail Qemali një periudhë tjetës ka jetuar në Paris edhe në Bruxelles, disa muaj domethënë deri pak vite, edhe kjo është për shkak se ai ka qenë i integruar brenda kulturës frankofone. Sami Frashëri, njërin prej veprave të mëdha që ka pas është fjalori turqisht frangjesht me disa vëllime. Vaso Pasha kur e ka shkruajt një libër për prezantimin e çështjes shqiptare në botë, e ka shkruajt në gjuhën franceze që më u përhap edhe më u pa prej shumicës së botës. Edhe është një rast që përmendte Shërembej Vlora në kujtimet e veta, domethënë kur bëhet shpallja e pavarësisë edhe Ismail Qemali bëhet kryeministër, Shërembej Vlora është në front të luftës edhe i shkruan letër Ismail Qemalit, po letra është e shkruar në gjuhën franceze. Domethënë Shërembej Vlora edhe Ismail Qemali kanë pa që mënyra më e lehtë me komuniku me njëri tjetrin ka qenë gjuha frange. Se çfarë ka qenë ndikimi edhe përhapja e kulturës franceze në atë kohë. Pak ma vonë se Franca, Mbretëria e Bashkuar ka pas ndikimin e vet kulturor dhe intelektual në botë.
Adam Smithi ka qenë, domethënë, themeluesi i ekonomisë moderne, edhe parimet e tij janë përhap mandej në krejt botën. Revolucioni industrial është ajo që ka ndikuar në modernizimin edhe transformimin e shoqërive të botës. Parlamenti anglez është inspirim për parlamentet e shumicës së botës. Anglia ka qenë shteti i parë që e ka modernizuar edhe e ka scale up, e ka rrit shëndetin publik, mbas cilës mandej krejt janë inspiruar edhe i kanë bazuar politikat e tyre. Edhe kryesorja që është gjua ndërkombëtare, domethënë shumica e botës sot e ka gjuhën ndërkombëtare anglishtën për shkak mbretërisë së bashkuar. Në diskutime me disa shok e kam përmend rastin e ish mbretit të Anglisë, ky është Eduardi VIII. Eduardi VIII para se me u bë mbret ka qenë Duke of Windsor, edhe ka pas stil të madh të veshjes. Mirëpo stili i tij personal ka pas çash ndikim në botë, saqë është bë standard i veshjes në krejt botën. Në të djathtë është lloji i kravatës që quhet Windsor knot, për hir të në atë kohë dukës Windsorit, hala pa u mbret, domethënë. Çash ka qenë ndikimi i tij i madh, saqë të gjitha veshjet standarde sot janë bazuar vetëm mbas stilit tina para se më u bë mbret. Domethënë ndikimi i kulturës angleze. Pak më vonë vjen ndikimi i kulturës dhe fuqisë gjermane. Fizika moderne krejt është bazuar mbi fizicientët gjerman, edhe gjerman folës, ndonjëherë kanë vepruar brenda Gjermanisë, ndonjëherë kanë vepruar edhe jashtë Gjermanisë, sikurse në Angli apo në Shtetet e Bashkuara më vonë. Prej mendimtarëve më të mëdhenj me ndikim në historinë moderne, Kanti, Nietzsche, Marxi dhe Freudi dhe shumë të tjerë janë me preardhja apo me banim në vendet gjermanfolse. Universiteti Humboldtian ka qenë hera parë kur është bërë një universitet me studime, përveç ligjërimit, ka pas studime dhe research në bazë të cilës mandej gjitha universitetet moderne janë bazuar në mënyrën e funksionimit, dhe sociologjia moderne është bazuar në sociologët gjerman. Pas viteve 1945, masi është kryer lufta e dytë botërore, ka fillu ndikimi i kulturor edhe intelektual i Amerikës në botë. Bile në diskutim me disa shok, në Kosovë ka pas shumë njerëz që kanë kqyr Gjermani, edhe realisht mi kqyr emisione gjermane që i kena kqyr, shumica janë konë emisione amerikane ose japoneze. Realisht nuk janë konë gjermane, po veç janë konë përkthim. Domethënë ato me cilën janë rrit shumë fëmijë në gjuhën gjermane, realisht janë konë emisione amerikane, çka ka qenë ndikimi i madh i Amerikës. Një shok një ditë ma tregoi një statistikë për reklama, gjatë vitit, domethënë shpenzohen diku $1 trilion në reklama. Edhe njëri t'i shkon menja me thonë që une nuk jam indikum nga asnjëra prej këtij buxhetit $1 trilion, po qashtu është edhe ndikimi i superfuqisë amerikane, domethënë çast shumë ka ndikim në politikë, kulturë, ekonomi në botë, saqë edhe elementet që janë në Amerikë vijnë te na. Këtu hinë, domethënë, edhe anti-intelektualizmi. Kur na diskutojmë për anti-intelektualizmin në jetën amerikane, realisht edhe nëse si kena rrethanat apo strukturën që ka ndodhur në Amerikë ajo, elementet e tyre transmetohen të shtete tjera. Domethënë është pak më problem që shtetet evropiane apo jashtë Evropës me pas ndikim në Amerikë, shumica në rasteve është ndikimi pra Amerikës në Evropë edhe rrjedhimisht edhe te na. E bona një kategorizim të fjalëve në gjuhën shqipe që kanë preardhje gjermane. Domethënë janë disa kategori të fjalëve, edhe që na i përdorim në përditshmëri edhe që kanë preardhje gjermane. Bile një ditë një shok më tha, gjithë kom dash me di çka i bjen Kurzschluss, edhe ja shpjegova që është literally lidhje e shkurtër në gjermanisht. Tash për shembull pse na vrojnë prej debateve të 10-15 viteve të fundit është përdorimi i fjalëve të shpeshta në anglisht, në vend se mi përdor në shqip, pse na vran veshin, ose pse na pengon fjalët në anglisht e s'na pengojnë në gjermanisht, sepse ndikimi gjermanishtës veç ka ndodhur, domethënë. Na nuk e dim sa shumë gjuha gjermane ka pas ndikim në jetën tonë, edhe nuk e dim që për shembull sot e mësova që kifle ka gjermanisht, prej një fjale gjermane Kipfel, një lloj i produktit brumor,
edhe mandaj është për shtatë është bo kiflet ana, po unë në as menja se më shku që është gjermanisht. E fjalët anglisht na vrojnë veshjen sepse janë në proces të hyrjes në gjuhë, derisa ndoshta plot prej tyre bëhen mainstream, plot prej tyre mundën edhe mos me u përshtat. Anti-intelektualizmi në kohën tonë. Libri është i përbën prej 6 kapitujve, edhe njerë flet për rrethonat se çysh ka ardhur autori me studiu këtë temë. Mandej flet për 4 arsyet pse ka pas anti-intelektualizëm në Amerikë, edhe në fund flet për konkluzionin përgjithësi për çështjen e anti-intelektualizmit në kohët e tashme. Autori ka qenë ndikuar prej viteve të 50-ta në Amerikë. Vitet 50-ta i kanë pas disa gjëra që kanë ndodhur në Amerikë edhe e kanë pas atmosferën e vet. Njëra prej tyre ka qenë McCarthyism. McCarthy ka qenë një politikan që ka pas ndikim shumë të madh në Shtetet e Bashkuara, edhe ai e ka filluar një fushat kundër komunistëve që ka pas egërsi të madhe edhe ndikim të madh. Diku 6 milion punëtor në Amerikë kanë qenë të hulumtuar prej shtetit për bashkëpunim ose dyshim për bashkëpunim me komunizmin. Ka pas shumë aktor, regjisor, producent që kanë hyrë në listë të zezë të Hollywoodit për shkak dyshimeve ose për shkak bashkëpunimit me komunistët. Edhe diku 12.000 persona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e humbin punën për shkak se dyshohen ose se kanë bashkëpunuar me komunistët. Në çet lëvizje të McCarthy, që quhet McCarthyism, ka pas shumë dyshim edhe urrëtie ndaj intelektualëve. Ata janë pas si personat më kyç që mujnë me bashkëpunu ose janë të bashkëpunu me komunistët. Edhe në atë kohë intelektualët kanë qenë janë përdorur si emër për kretë këqija që ka pas Amerika. Do më thonë qoftë problemet ekonomike, qoftë edhe Pearl Harbor është quajtur që është pasojë e intelektualëve amerikanë. Edhe në esencë kritika ndaj intelektualit, autori mundohet me shpjegu që nuk është se ka filluar në vitet 50-ta, mirë po ka ekzistuar gjithmonë në historinë amerikane, po në vitet 50-ta ka qenë një prej rasteve ku është theksuar shumë fuqishëm. Edhe pika radhës, në 50-tat ka qenë, në vitin 52 ka qenë zgjedhjet presidenciale në Amerikë, ku kanë garu Eisenhower me Stevenson. Stevenson ka qenë një diplomat edhe politikan, edhe që ka pas shumë ndikim të intelektualt në Amerikë. Ka qenë vetë intelektual edhe ka qenë prej personave me famë të madhe. Mirë po Eisenhower nuk ka qenë e kundërta e tina, ka qenë ushtarak edhe nuk ka qenë orator, nuk ka qenë i ditur, ka qenë njeri i thjesht, edhe ka ndodhur një konflikt mes këtyre dyve në garat në 52-tën, që e ka theksuar anti-intelektualizmin. Sepse Eisenhower është mundu me theksu që ky intelektuali ka kry shkollë dhe mundet me qenë orator, mirë po nuk është praktik. Edhe në qatë kohë, debati edhe konflikti mes këtyre dy figurave ka ndiku që mu theksu dhe mu forcu anti-intelektualizmi në Amerikë. Në vitin 1957, BRSS-ja, Bashkimi Sovjetik e lëshon satelitin e parë në hapësirë, Sputniku, edhe kjo shkakton panik të madh në Amerikë. Do më thonë, qysh mundet një shtet ma i dopt se na me bo diçka që na s'po mujna me bo. Në fillim mësust edhe intelektual janë konsideruar si tradhtar në ato vite, mirë po kur ka ndodhur kjo, ka filluar me ndryshu qasja dhe kanë thonë pse mësust edhe intelektual nuk po miren me këtë çështje. Do më thonë na ka kalu Bashkimi Sovjetik edhe çka duhet me bo që mi mri ata. Edhe për herë parë ka filluar mu diskutu kualiteti i shkollave. Do më thonë kualiteti i shkollave ka qenë i dopt, mirë po nuk është se ka qenë në interes të publikut kualiteti. Në atë kohë ka filluar për shkak të këtij rezultati mu diskutu dhe mu debatu vazhdimisht kualiteti i dobët i shkollave. Edhe mirë po edhe këtu autori e thekson që nuk është kqyr kualiteti i shkollave në esencë, po është kqyr qysh mujna mi bo shkolla që me prodhu ma shumë Sputnik nëpërmjet shkollave. Autori e bën një dallim në libër, tregon që ka dallim mes intelektit edhe inteligjencës. Në Amerikë vlerësohet edhe ka pesh intelektit, do më thonë aftësia praktike manipulative e trunit, për dallim prej inteligjencës që autori ka quajtur kritikën, kreativitetin dhe mendimet.
domethënë të mendumit në përgjithësi është konsideruar si inteligjencë, edhe në esencë ajo intelekti praktik është vlerësu, ndërsa inteligjenca është kritiku. Realisht mi këshyr të gjithë njerëzit, pak ka intelektual që nuk e kanë një tro anti-intelektualizëm. Nuk është se të gjithë nuk është se të gjithë janë pa këtë element, edhe në anën tjetër pak ka anti-intelektual që nuk e kanë ndonjë pasion intelektual. Edhe nëse i këshyr edhe krejt njerëzit që janë edhe kundër shkollimit, edhe kundër fushave të caktuara të studimit, ata e kanë një pasion dikun ose një person të mendikim që e ndjekin dhe është intelektual. Qoftë Adam Smithi në ekonomi, qoftë Thomas Aquinas, qoftë Marxi, qoftë Kelvini, domethënë ai realisht ndoshta është i paprigaditur edhe jo i ngritur, mirë po e ndjek me pasion një fushë caktuar intelektuale, edhe pse në esencë është anti-intelektual. Edhe sipas autorit, shumica nuk është se kanë mendim të fuqishëm për këtë temë, mirë po herë bëhen më anti-intelektual, herë më pro-intelektual. Edhe ky është një trend që autori e thekson që gjatë historisë amerikane herë është forcu edhe herë është dobësu. Ai e ka definu anti-intelektualizmin si një mospëlqim edhe një dyshim ndaj jetës mendore dhe ndaj përfaqësuesve të kësaj jete. Debati intelektual edhe kundër edhe anti-intelektual ka qenë vazhdimisht në historinë amerikane, edhe varësisht prej periudhës historike ka qenë herë më e fuqishme njëra anë edhe herë një ana tjetër. Edhe amerikanët e kanë bërë një dallim mes personave që e shfrytëzojnë njohuritë që i kanë për me përfitu, edhe ata që jetojnë për ideja. Domethënë, përdorimi i idesë për me përfitu diçka ka qenë normale, ndërsa ai që jeton vetëm për ide, pa përfitim diçka prej saj, ka qenë e dyshim për amerikanët. Njëni kapitull i librit, edhe njëna për arsyeve pse ka lindë anti-intelektualizmi në Amerikë, ka qenë feja. Në Amerikë, çështu që shihni edhe në hartë, kanë ekzistuar shumë grupacione të ndryshme të krishtera. Edhe grupacionet e ndryshme kanë pas background të ndryshëm, domethënë historik, kulturor, etnik, varësisht prej cilave vendeve kanë ardhur në Asi dhe qysh në Amerikë edhe qysh janë zhvilluar ato. Puritanët për grupeve të hershme që kanë ardhur në Amerikë, pra anglisë, kanë qenë në përgjithësi njerëz të shkolluar. Domethënë në çdo 40 familje ka qenë një person që ka kry Cambridge ose Oxford në Angli dhe këta janë zhvendosur në Amerikë. Është fjala për vitet 1550-1600. Edhe kjo klasë ose ky grupacion fetar ka qenë në esencë shumë e shkolluar. Ma vonë në Amerikë kanë filluar lëvizjet evangeliste. Lëvizjet evangeliste që në esencë nuk ka qenë të shkolluar, mirë po kanë filluar me marrë ndikim të madh në Amerikë. Edhe sipas evangelistëve, pragmatizmi ka qenë vlerë, edhe sipas tyre ka qenë më mirë është mos me pas hiç shkollë se me pas një shkollë pa shpirt dhe pa zemër, sikur se çuçi kanë akuzuar grupe tjera të krishterë në Amerikë. Edhe sipas tyre arsyeja pse plot ligjërata të tyre puritanëve kanë qenë të vdekura sepse njerëzit e vdekur i kanë ligjëruar ato. Domethënë kanë qenë pa shpirt, pa zemër edhe nuk kanë mujt mi lëviz masat. Që kjo është domethënë harta e grupacioneve më të mëdha. Nëse i këshyrim më detajisht, domethënë ka harta edhe më detajzuar me grupacionet edhe nën grupacionet e ndryshme, secila prej tyre është ndikuar mbas historisë prej ku edhe çysh kanë ardhur në Amerikë. Këto lëvizjet evangeliste në Amerikë e kanë pas një thjeshtësi edhe realisht edhe një vulgaritet në ligjërimin e tyre. Për shembull, njëri Billy Graham është njëri prej ligjëruesve të famshëm evangelist. Ai ka përdorur shumë terma të thjeshtë dhe vulgar. Domethënë, ai ka thonë Jezusi është si një motor i fuqishëm. Ai ka dashur me kap masën, edhe nëpërmjet populizmit edhe gjuhës së thjeshtë është munduar me kap masën. Edhe për shembull ka përdorur terma sikurse Jezusi s'ka qenë dështak, Jezusi s'ka lexuar libra sikurse këta filozofët e palës tjetër. Dhe me që ato është mundu me marë masën. Ka qenë një showman, sikurse zdia i keni po në Amerikë ka shumë mega churches, edhe ka ata ligjëruste e këtyne kishave të mëdhaja, shpeshere janë showmena. Ky Billy Graham
Çka ka bëu, ka marrë një truproje të madhe, edhe e kalon para derës tina që mu vret. Midis ligjërimit e ka gjujt patën, veç me bo, domethënë, me bo skena, ka bërtit shumë, e ka kritiku gramatikën, ka thonë, ata që folin me gramatik nuk e kuptojnë popullin, e kështu populizëm që ka fillu në atë periudhë në Amerikë. Kur kanë fillu Amerikanët me lëviz ka perëndimi i Amerikës, edhe këto lëvizje të ndryshme të krishterë janë munu mi kap masa të ndryshme që realisht nuk kanë qenë antar të asnjë grupacioni. Edhe kjo lëvizje evangeliste ka qenë për konvertim emocional, edhe jo për mësim teologjik. Domethënë, sipas tyne, prioritet ka qenë entuziazmi i ndëgjuesve kundrejt shkollimit. Shtylla e dytë ose kapitulli i dytë që flet për arsyeve për anti-intelektualizmin në historinë amerikane është politika. Founding Fathers ose themeluesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shumica kanë qenë intelektual. Domethënë kanë shkruar, kanë qenë njerëz të penës, kanë ditë, edhe kanë qenë gjenerata e gentlemanëve. Edhe ky thotë që kjo zhdukja e gentlemanëve ka ndikuar që u përhap anti-intelektualizmi. Domethënë Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Jeffersoni, Madisoni dhe plot të tjerë, të gjithë kanë qenë njerëz të ngritur. Edhe në esencë kjo është dashur me dhënë një argument pro intelektualëve dhe intelektualizmit, mirë populizmi ka arrit me mujt këtë palë. Kur ka ardhur Andrew Jackson në pushtet, është quajtur demokracia jacksoniane, edhe Andrew Jackson ka qenë një populist, edhe ka qenë një njeri i thjesht, edhe ai ka shpesh ka ligjëru kundër intelektualëve. Edhe ka thonë njohuri që i merr njeri në përditshmëri edhe në front, janë të rëndësishme, nuk është e rëndësishme shkollimi dhe formimi, përkundrazi ai ka quajtur shkollimin edhe trajnimin si pengesë në sundim. Edhe ka thonë që intelektuali zvynë, domethënë njerëz të përditshëm dinë më shumë se sa intelektualët edhe njerëz të ngritur. Edhe gjatë kësaj periudhe kanë filluar mu shfaq në Amerikë eksperta të ndryshëm, edhe prej frikës nuk i kanë dashur intelektualët edhe të ngriturit për shkak se nuk kanë pas kurfar dobije. Kur ka filluar mu shfaq grupi i ekspertëve, madje kanë filluar mi u frigu ekspertëve për shkak se kanë pas shumë dikim. Edhe është mundu mu bo një dallim mes ekspertit edhe ideologët, domethënë ekspertat janë persona ndryshëm që kanë pas ndikim qoftë janë marrë si këshilltar, qoftë janë marrë si ministra të ndryshëm në pushtet, mirë po tek populli edhe në debatet politike që janë bo, është mundu mu bo një debat edhe dallim mes ekspertit edhe ideologët. Shpesh edhe ekspertat i kanë quajtur si ideolog. Thomas Jeffersoni, njëri prej figurave të hershme dhe ma me ndikim në Amerikë, prej kundërshtarëve të tij është quajtur si filozof, është quajtur si njëri kot që domethënë ka nejtë në shtëpi dhe ka bërë eksperiment me flutra. Kjo ka qenë periudha kur ka fillu gara mes kandidatëve populistë dhe kandidatëve të vjetër. Davy Crockett ka qenë një politikan që është krenu kur ka garu që se ka lexuar asnjë faqe juridikës, edhe unë e di më shumë du, edhe me udhëheq shtetin më mirë se krejt ata që kanë lexuar. Në atë kohë ka fillu kubizmi dhe surrealizmi si shkollë e artit, edhe prej plot njerëzve është kritiku si armë e Rusisë kundër amerikanëve. Domethënë kjo është një prej metodave që Rusia përdor kundër amerikanëve për me prish popullin amerikan. Andrew Jackson, ai që e përmenda më herët, populisti, ai ka thonë që qytetari i thjesht mundet mi zgjidh problemet e shtetit më mirë se ekspert. Domethënë vetë jeta e tij në përditshmëri din me zgjidh edhe recesionin, edhe problemet, edhe konfliktet krejt më mirë se cili do ekspert. Edhe një prej kritikave valide ndoshta në atë kohë që ka qenë se eksperti ka pas pesh në udhëheqje, mirë po ka qenë i pasgjedhur prej popullit. Domethënë në zgjedhje ka fitu dikush, ai ka marrë një ekspert me veti, qoftë si këshilltar, qoftë si ministër, mirë po në esencë ka qenë jo demokratike, sepse nuk është zgjedhur prej popullit. Sipas këtyne anës populiste, elitat edhe intelektualët janë një aristokracie pa nevojshme për Amerikën, dhe ata për shkak se janë dallu, për shkak ngritjes së tyre
qoftë formimit profesional, qoftë formimit akademik, ata janë konsideru si aristokraci, edhe elitista, edhe janë konsideru si të panevojshëm. Edhe sipas tyre shoqënia funksionon me logjik, edhe nuk ka nevojë për mësime komplekse edhe për shkollë, sepse gjithçka është e logjikshme. McCarthy ka fillu mi targetu gjatë politikave të tina, ka fillu mi targetu diplomatët, profesorët universitar, edhe i ka akuzu këta persona që e kanë shit vendin e tyne për interesa të komunizmit. Shtylla e tretë që e përmend autori pse që ka ndiku në anti-intelektualizëm në Amerikë, ka qenë praktikaliteti. Do më thonë, shkolla si formim akademik, apo shkolla si formim praktik. Do më thonë, a përfitojmë diçka që na vyn në përditshmëri, apo vetëm ngritemi akademikisht. Edhe për shumicë, për një pjesë tyne ka qenë, intelekti ka qenë jo burrëror. Do më thonë, ma burrni është me bo biznes, se sa me kry shkollë. Edhe kjo është trend i hershëm, do më thonë, kur e lexojsha është fjala për vitet 1800-1850, fjalë që i kom lindur ndoshta para 5 vjetë, u çudiqa që ky është trend shumë i hershëm në Amerikë, edhe pse ndoshta neve na ka ra me mësu vonë për ta. Në Amerikë në këtë periudhë kanë filluar me qoftë kur ka ndodhur Gold Rushi, që kanë shku me lyp ari në Amerikë, qoftë kur ka filluar periudha e naftës, prej miteve që është kriju është miti i suksesit personal. Do më thonë, personi është nis edhe pa kur gjon në xhep, ka arrit mu bo biznesmeni suksesshëm. Edhe prej shembujve që përdoret shpesh në këto diskutime antilektuale është Edisoni kundrejt profesorëve dhe studiusëve të ndryshëm. Edisoni konsiderohet si shembull tipik edhe shembull perfekt i amerikanëve, sepse është njëri që ka arrit sukses praktik, për dallim prej profesorëve dhe studiosëve që studiojnë, mirë po nuk qesin kur gjon dritë. Në atë kohë, mësimet e Benjamin Franklin edhe Dale Carnegie, që ka vepra për tyre që kanë mbet, janë konsideruar shumë dobishme sepse janë praktike. Do më thonë, për dallim prej ngritjes akademike ose fushave të ndryshme që në fund nuk qet kur gjon dritë, mësimet praktike janë vlerësuar prej amerikanëve. Edhe mungesa e aristokracisë në Amerikë ka ndiku, edhe mungesa e ambicieve shtetërore për njerëzve, ka ndiku që njerëzit me shunu vetëm diçka që është biznesi. Do më thonë, me bo pare ka qenë suksesi më i madh i mundshëm në atë kohë, edhe për çato edhe është për hap. Njëri prej politikanëve e përmend si shembull, do më thonë, nëse njeriu shkon në shkollim ose në trajnim, ai ngritet intelektualisht, mirë po thoj ke sukseset në botë, nëse i këshyr mbretër të ndryshëm, udhëheqës të ndryshëm botror, ata sukseset i kanë rrit me njerëz të pashkolluar. Do më thonë, ushtarët e Napoleonit, ose të Anglisë, ose të Gjermanisë, ata i kanë mri pa kry shkollë. Nuk është se ushtarët kanë qenë të ngritur, nëse ata mujnë me bo këto me ushtar budall të trash në esencë, atëherë edhe une nuk kam nevojë për njerëz të ngritur. Do më thonë, une si udhëheqës i mirë, politikanët e asaj kohe kanë thonë, une edhe me punëtor të thjesht, edhe me punëtor të pashkollum, mujnë me arrit sukses. Prej shtyllave tjera, do më thonë shtylla e katërt që e përmend autori, që ka ndiku në anti-intelektualizëm është edukimi. Në Amerikë në periudha të shumta të historisë amerikane, mësuesi ka pas status të ulët edhe pagesë të ulët. Edhe bile një kohë është konsideruar si tradhtar, pothuajse pimson fëmijët gjona që janë kundër shtetit. Edhe gjatë periudhave të ndryshme ka pas ndikime që shkolla a mu marrë me çështje akademike, do më thonë ngritje edhe arritje akademike, apo mu marrë me mësime praktike. Edhe në vitet 40-50, në shumë shkolla në Amerikë, janë zavendësu lantë që i ka pas shkolla me mësime praktike. Qysh mu shoshnu me njerëzit, rroba qepsia, qysh me të pëlqy njerëzit, me fol para publikut dhe gjona mësime tjera praktike që aty ju kanë duk që është më e dobishme mi pas në shkollë se sa lëndët teorike. John Dewey ka qenë një studius në Amerikë, dhe ai e ka përmend një studim që thotë që 60% e amerikanëve janë të pagatshëm për shkollë dhe nuk mundin me përfitu për shkollës. Në gjendjen që është që ta shkollimi, edhe këto e kanë keq interpretuar njerëzit, kanë thonë, domethënë këta kur qysh nuk mundin mu ngrit, kështu që pse mi përdor shkollat me mësime teorike kur mundina me bo gjona praktike.
edhe realisht në atë kohë ka fillu mu po shkolla. Jo si vend ku ngritesh intelektualisht, mirë po një vend që fëmija e kalon ditën në mënyrën më të mirë. Që ky tensioni domethënë ka shku back and forth, her ka fitu ana akademike, her ka fitu ana praktike. Domethënë kurrikulat janë ndryshuar në Amerikë në periudha të ndryshme. Edhe në vitet 40-50 ka qenë një lëvizje për praktikalitet në shkollë, edhe janë mundu me pas lëndë, pastërtia, marrëdhëniet në familje, hobit, edukata qytetare, gjana praktike që më mësuan nxënësat. Edhe sipas tyne shkolla prodhon snobba, edhe për çato duhet mi hek lëndët teorike, që mos me prodhu snobba, po me prodhu njerëz të thjeshtë. Në këtë kohë kanë filluar mu qel shkolla agrikulturës, edhe që kanë përdor metoda moderne për në agrikulturë dhe bujqësi, edhe për shumë Amerikanë kanë thonë, ti nuk mundesh me mësu as bujqësinë as agrikulturën prej librave, ti e mëson prej praktikës. Edhe ka qenë një konflikt mes bujqëve edhe biznismenve të vjetër që kanë përdor metoda të vjetra, edhe mes teknologjive edhe metodave të reja, që realisht kanë qenë ndoshta më eficiente se të vjetrat, edhe kjo ka qenë një prej arsyeve që ka ndodhur anti-intelektualizmi. Arsye tjera të anti-intelektualizmit përveç këtyre që i ka përmend autori. Një autor e ka një libër Treason of the Intellectuals. Edhe ai në libër e përmend faktin që shumë intelektual bin prej e ideologjive të ndryshme, edhe në vend se me qenë objektiv, me qenë të dhunur mas vlerave edhe mas të vërtetës, ata bin prej e ideologjive, edhe realisht bëhen figura ose pijuna të gjonave të ndryshme. Edhe ky e ka kritiku domethënë intelektual që i kanë mbrojt shtetet e tyre kur kanë kry krime, kur kanë bërë lufta, kur kanë pushtu vende të ndryshme, i ka kritiku intelektual qoftë të djathtë, qoftë të majtë, që në vend se me qenë objektiv edhe me kundërshtu rrymat e fuqishme, qoftë të huaja, qoftë vendase, ata kanë ra prej e këtëne. Edhe kjo është një pra arsyeve pse ndodh anti-intelektualizmi, sepse shpeshherë intelektual, kudo në botë, realisht bim prej e lëvizjeve apo rrymave të ndryshme, edhe ndoshta edhe janë të dëmshëm për popullin apo për vendin e tyre. Një arsye tjetër pse ka anti-intelektualizëm në botë është një thënie e Churchillit, politikanët duhet me pas aftësinë me parashiku të nesërmen, javën e ardhshme, muajin e ardhshëm, vitin e ardhshëm, edhe fund me të kallëzu pse s'ja ka qollu. Domethënë me pas aftësinë me të kallëzu pse s'ja ka qollu. Edhe për këtë arsye është një financier edhe filozof libanez, ai ka shkruar një libër edhe është mundu me përhap termin skin in the game. Ka thonë shumë këshilltar, edhe shumë politikan, edhe shumë njerëz me pushtet, japin këshilla mirë po nuk kanë skin in the game. Domethënë, ata as fitojnë as hupin prej këshillës që e japin. Për këtë arsye, domethënë, këshilla e tyre mundet me qenë e kot, sepse ai nuk e mendon dëmin që mundet me shkaktu këshilla. Për to, parimi është veç aki pula ti, se unë e ideja kom sa dush. Edhe realisht shumë intelektual janë në qatë gjendje që këshilla e tyre atyne kur farë dëmi nuk i bën. Edhe realisht ai mundet me dhonë me lehtësi, sepse dëmi i shkakton personit që e ngon këshillën e jo realisht intelektualve vet. Një arsye tjetër që ka anti-intelektualizëm, e pa ta lexuar David Graeber është një prej antropologëve modern më të njoftën, edhe i ka disa libra shumë të mirë. Njëra prej tyre është Bullshit Jobs, ku flet për punët e panevojshme ose të kota. Edhe aty përmend një rast interesant, thotë të djathtit shpeshherë i urrejnë të majtit, konkretisht në Amerikë, po edhe më gjerë. Edhe arsyeja pse urrejnë këto është se në Amerikë ka gjasa dikush mu bo milioner prej kurgjofit. Mirë po nuk mundet mu bo elit kulturore, akademike apo intelektuale. Hollywoodi, akademia edhe arti janë zonë megje e të majtëve. Edhe janë persona që kanë ose familje, ose rreth të ngushtë që i kanë fut në ato zona. Do më thëmë, ma letë është mu bo milioner se sa mu bo artist, apo aktor, apo intelektual i famshëm. Edhe kjo është një prej shkaqeve që mandej shkakton anti-intelektualizëm, konkretisht e republikanët kundër demokratëve në Amerikë. Një pjesë që doshta me nda kur flasim për intelektual, fjala intelektual është shumë e përgjithshme,
edhe realisht mundet me thonë gjithçka dhe kur gjo, edhe kom dash me diskutu pak me për mbajtjen e intelektualit. Prej pikave kryesore që i ka intelektuali është shkollimi apo formimi që e ka, edhe deshta me diskutu disa pika të përmbajtjes së këtij formimi. Po fillojmë as pari me dallimet në PISA. Sipas rezultateve të fundit të PISA-s, pikt që i ka nxënësi dhe mesatarja e pikëve në Kosovë edhe në Gjermani kanë dallim diku 140 pikë. Dallimi 140 pikë në PISA është 3 deri në 4 vjet. Domethënë nxënësi mesatar maturant në Kosovë është i barabartë me një nxënës në klasën e 8 ose 7 në Gjermani. Tash kjo vazhdon mu trashëgu. Realisht nëse shkojmë na me çet trashëgimi, edhe vazhdon nxënësi me përfitu me shpejtësi të njëjtë që ka përfitu gjatë krejt shkollimit 12 vjeçar, ai realisht mundet mu thuj që ka kry bachelor edhe është i barabartë me një nxënës shkollës mesme në Gjermani. Kryen master është i barabartë me një bachelor, dhe kryen doktoraturë është i barabartë me diku vit 2-3 bachelor, hajt master. Edhe kjo është dallim shumë i madh në kualitet. Një shok më pa thonë një herë që pa të fol me një kushëri ti në diaspor, nxënësi klasës 2 ose 3, dhe kem fascinoj ke niveli ti i kuptimit. Domethënë ai nashta nuk ka formim shumë të lartë sepse është në klasë 2 edhe 3, mirë po e ka pa që është ngrit intelektualisht. Domethënë të kupton shumë mirë, pa thonë, s'po më kujtohet, një intelektual pa thonë që për mu zhvillu duhet me pas aftësinë me dhënë instruksione edhe me marrë instruksione. Realisht ato që e shohim në përditshmëri edhe në punë, është që na nuk mujmë me komuniku, sepse instruksionet ose nuk di me dhënë instruksione, ose personave që ja japim instruksione nuk din me pranu. Edhe nëse është e thjeshtëzuar në mënyrën më të thjeshtë. Edhe këtë dallim në kualitet, nëse nuk e vren njerëzit masi dalin jashtë prej Kosovës, e vren kur e shohin një doktor shkencë në Kosovë që nuk mundet me lexuar një tekst të thjeshtë që e ka shkruar vet, ose e ka shkruar me ChatGPT. Either way, ai është dashur me pas aftësinë me lexu çat tekstin e thjeshtë. Edhe për çet arsye është një thënie e famshme e Kim Mehmetit, mjaft diplomuam të mësojmë pak, sepse çat shumë ju ka dhënë rëndësi diplomave dhe edhe letrave në Kosovë, saqë përmbajtja shpeshherë është boshe. Një shok i jam e ka kryer specializimin në Kosovë, edhe si pjesë e specializimit shpeshherë i jepet mundësi specialistave, edhe i preferohet me shku diku jashtë me kryen ndonjë subspecializim. Trajnim, subspecializim, 1 javë, 2 javë, 1 muaj e kështu me radhë. Edhe ky shoku ka shku në disa shtete jashtë Kosovës, me kryen ndonjë trajnim caktuar. Edhe ka qenë me një doktor me nam jashtë Kosovës, 1 muaj, edhe masi e ka kryer 1 muaj e pa ta vetë çush ka kaluar ai doktori, edhe më ka thonë 1 muaj ai doktori është më mirë se 6 vjet specializim që i kom bërë Kosovë. Domethënë çto dallimet, nëse si ki vrejt deri sot në Kosovë, mundesh mi vrejt nëse ki kontakt me dikon prej jashtë. Domethënë në esencë, ka njerë kritikat që bëhen në shkollim ose në formim janë për shkak realitetit ton, sepse kualiteti është çaq i dobët në të gjitha fushat, saqë na nuk e dim çka është me pas kualitet të mirë. Tash sa i përket shkollimit, i kom marrë 3 metrika që mundën me bë dallim të madh, pa më parasysh çfarë fushë studion njëri, nxënësi që e kryen një fakultet me mesatare 6.0 edhe 10.0 kanë dallim shumë të madh. Në teori 6.0 është e mundshme, praktik s'dia ka, mirë po ka shumë dallim. Domethënë nëse e sheh një student që ka kryer 10.0, ka dallim. Metrika e dytë është niveli i shkollimit, domethënë ka dallim mes shkollimit bachelorit, masterit, PhD-s edhe post PhD. Dhe i çdosh me pas dallim, edhe dallimi i tretë, metrika e tretë është a është universiteti lokal, a është universiteti shtetëror i mirë, a është në kontinent i mirë apo është në botë i mirë. Domethënë ka dallim çast të madh mes universitetit që është mesatar në shtetin ton edhe universitetit më të mirë të botës. Edhe nëse i marrim këto 3 metrika dhe bëjmë një harp, nëse një student është mesatar me një universitet mesatar, edhe kryen një bachelor mesatar, ka shumë dallim esencial me një student që ka kryer 10.0 në njërin prej top universiteteve të botës edhe ka mri nivele më të larta akademike. Edhe realisht që dallim mundojmë me vret kur e shohim ballë për ballë.
Përveç aspektit akademik, intelektuali shpeshherë duhet ose mundet me pas aspektin profesional. Në programim ekziston një term në gjatë përvojës që e fiton programeri, është termi junior, mid edhe senior. Domethënë është niveli i aftësive që i ka përfituar gjatë viteve. Domethënë duhet një sasi e viteve, edhe një sasi e përvojës edhe punës për me fitu titullin senior. Dikush mundet me kry PhD edhe me qenë pa përvojë në punë. Realisht ai din shumë teorikisht, mirë po nuk është se, për shembull, nëse dikush e kryen PhD në MIT, nuk i thot kërkush në Google, hajde ti po të bëjna CEO. Nuk ekziston ky koncept. Sepse njeriu patjetër duhet me pas përvojë praktike që mund ngrit gradualisht në grada edhe me mri gradën senior, titullin senior, edhe mandej prej asaj pozite me marr përgjegjësi edhe punë më të mëdha. Ky që e ka kry PhD në MIT mundet me pas lehtësima të mëdha në ngritje, sesa dikush që nuk e ka kry. Mirë po dallimi në esencial në tim fillim je junior. Domethënë nuk din kur gjë, edhe nëse ki kry bachelore, nëse ki kry master, ti duhesh me hi rrugës që i kanë hi krejt programierë tjerë. Kjo në esencë është edhe në punë tjera. Punë tjera mundet me pas të rregulluar, sikur se mjekësia, të rregulluar e kanë edhe praktikën. Domethënë nuk mundet me kry fakultetin pa kry edhe pjesërisht praktik, edhe specializimi është 50-50, 60-40 praktik edhe studim. Edhe është një punim i Harvard Business Review që flet për ngritjen profesionale, edhe e kanë pru modelin 10-20-70%. 10% i njohurive të tua ose aftësive të tua është gjithçka që ki mësu, lexu edhe që e trajnu prej tyre. 20% të njohurive edhe aftësive profesionale i merr për shkak të rrethit që e ki në punë, domethënë kolegëve tu, edhe 70% është për shkak vetë punës. Nëse puna që e bën kur nuk është komplekse, e ngarkume, e madhe me teknologji moderne, ti nuk mundesh me avancu. Domethënë vetëm puna me punë të avancume apo të punë shumë profesionale ka me të ngrit profesionalikisht. Për këto është një thonje e Napoleonit që ka thonë nëse doni me pas ushtar të fortë, duhet vazhdimisht me pas luftë. Se për ndryshe, nëse ushtarët nuk luftojnë, ata nuk mëjnë me qenë të ngritur. Kapitalet sipas Pierre Bourdieu's, të gjithë intelektualët janë të barabartë, mirë po disa janë më të barabartë se të tjerët. Pierre Bourdieu është i njoftun si sociolog modern për shumë gjëra. Njëra prej tyre është teoria e tij e kapitaleve. Pierre Bourdieu ka thonë që përveç kapitalit financiar, ekzistojnë edhe 3 lloje kapitale të tjera. Kapitali social, kapitali simbolik edhe kapitali kulturor. Kapitali social është ajo që na realisht e dim, edhe praktikisht e njohim, është sasia e njerëzve që i njeh, kualiteti i njerëzve që i njeh, domethënë ngjofshmit connection që i ki që mund me të kry punë. Kapitali kulturor, përveç kapitalit formal që është shkollimi dhe trajnimet që i ki kry, është edhe gjuhë që i njeh, shprehit që i ki, body language, mënyra e të folurit, të gjitha këto janë pjesë e kapitalit kulturor. Edhe kapitali simbolik është fama, reputacioni, ndikimi, autoriteti që i ki. Domethënë njeriu mundet me qenë shumë i ngritur intelektualisht, mirë po mundet mos me pas asnjë ndikim. Edhe këto mundemi me marrë shembull edhe me politikan, edhe me sportist. Ka 2 sportistë që i marrin realisht rrugën e njëjtë në futboll, edhe mirë po marrin shumë a shumë parë jashtë futbollit, sepse njëri është më i famshëm se tjetri. Edhe me politikan, ka 2 politikanë që mund me pas edhe titullin e njëjtë akademik, edhe moshën e njëjtë, edhe famën e njëjtë. Ndoshta i njëjtë të gjithë, domethënë kanë famë të madhe, mirë po ndikim nuk kanë. Njëri ka ndikim, tjetri s'ka ndikim. Këto mundi me vret edhe me lidhjet e juaja në social media, po edhe me figurat publike. Ka persona që kanë shumë famë, mirë po nuk kanë reach. Në Facebook kur postojnë, në YouTube, në Instagram mundesh me pa që reach i tyre është shumë i vogël. Mundet me pas reach, mirë po nuk ka lajka. Domethënë nëse e kqyr me përqindje, numrin e followersave apo likesave që i ka faqja, e qoftë connections tu që i ki, ose personave publik. A i ka shumë likes apo followersa, mirë po, kur bon postime janë me përqindje shumë të ullë. Edhe mundet me pas likes, edhe mos me pas ndikim. Do më thonë, ka persona që kanë hi në
gara zgjedhore, qoftë për deputet, qoftë për asambli. Edhe kanë pas likes edhe followers të shumt, mirë po nuk kanë arrit me mri, domethënë një sasi shumë minimale të votave. Bile ka politikan në Kosovë që kanë 1 milion followersa, edhe realisht ai me kandidu sot, ndoshta në të kaluarën ka pas më shumë, po sot me kandidu ai nuk mundet mi marr 10.000 vota. Edhe këto mundi me krahasu, domethënë, qoftë me persona me përqindje të votave. Në Angli para disa viteve është bërë një farë ankete që quhet Great British Class Survey, edhe është anketa më e madhe që është bërë në Britaninë e Madhe. Diku 270.000 persona nëse si më gabim janë anketu, edhe kanë dashur të marrë me një model të ri për klasat, edhe për llojet e klasave që janë në Angli. Njëra prej pyetjeve, domethënë ata i këshyrin kapitalin ekonomik, janë inspiruar prej Pierre Bourdieu's, e këshyrin kapitalin ekonomik, e këshyrin kapitalin shoqëror, kulturor. Njëra prej pyetjeve është cilët prej këtyre personave i njeh. Domethënë ekziston ka studime që i kanë marrë reputacionin apo vlerën e profesionit, edhe këto e kanë bërë për shembull një mesatare prej sa nivel viteve të shkollimit duhesh me kry, edhe sa është rruga mesatare për çat pozitë. Edhe ka bërë një renditje të profesioneve prej profesioneve ma me reputacion të profesionet me ma pak reputacion. Edhe në këtë anket ata kanë bërë pyetje se cilët prej këtyre profesioneve i njeh. Varësisht prej çfarë backgroundi vjen njeriu, ai mundet mi njoft ose mos mi njoft disa ose të gjitha prej këtyre profesioneve. Sa më i ngritun që është financiarisht, kulturalisht, shoqërisht, njeriu mundet me pas çësje në profesione ma me reputacion. Tash njëra prej pyetjeve që ndërlidhet me intelektualët edhe me shkollimin në përgjithësi është tregu i punës, domethënë sa të vijnë shkolla në treg të punës. U ka një fore në internet që këtyne herë kena bë debat 4 orë, a është Dubai e Abu Dhabi kryeqyteti i Emirateve. Edhe ky debat sot zgjidhet me një search në Google me 3 sekonda. Edhe realisht a vjen shkollimi për karrierë apo për vend të punës, domethënë nuk kena nevojë me diskutu. Hipotetikisht ka të dhëna që mujna mi analizu. Në Amerikë është bërë një publikim për profesionet, konkretisht për fushat e studimit, edhe sa përqind të çatyne profesioneve apo fushave të studimit kanë met pa punë. Statistikat janë prej vitit 2024 par vjet, edhe është për personat që e kanë kry, domethënë së shpejti, 22 deri 27 vjeçarët në Amerikë. Që kjo është lista e të gjithë fushave të studimit në Amerikë, edhe sa përqind prej tyne kanë met pa punë në çat fushë studimit. Domethënë na sipas kësaj, muj me ditë realisht një fush a vyn në aspektin a mundesh me gjetë punë, edhe a vyn më pak për shkak se është rrezik më i madh për mos me pas punë. Edukimi, gjuha dhe letërsia edhe disa inxhinieri janë prej fushave që më shumë ti ka pas gjetje të punës. Domethënë papunësia ka qenë në nivele shumë të ulta, domethënë është nër 1% për disa. Edhe për momentin artet, antropologjia është më e larta, edhe shkenca kompjuterike është prej fushave që ka papunësi pak më të madhe. Artet edhe antropologjia ndoshta për arsye të ditura, mirë po shkenca kompjuterike për momentin për shkak AI-it edhe për shkak të mosdijes se çka ka me ndodhur në të ardhmen. Mirë po kjo është vetëm një faktor nëse e këshyrim në aspektin e karrierës. Tash çet listë të njëjtë nëse e këshyrim punën e rrugës, për shembull. Për çet listë të njëjtë, renditje të njëjtë, që kjo është mediana e rrugës në mes të karrierës. Domethënë, edhe pse sa ma në të majt, gjosa më e madhe është mu pranu në punë, realisht rrugat po dallojnë shumë. Tash ndoshta ti mundesh me hime një punë ose me studiu një fushë që gjosa është më e vogël mu pranu, mirë po rruga është më e madhe. Edhe tash kjo është shumë variabile. Ti mundesh me këshyr sigurinë në punë, po mundesh me këshyr edhe rrugën. Ndoshta s'ja vlen, ndoshta sigurt ki punë, mirë po rruga është shumë e vogël. Mediana, domethënë, kjo është rruga vjetore në Amerikë. Metrik tjetër ose aspekt tjetër i punësimit është realisht kërkesa edhe mbi ngarkimi i asaj fushës me studentat e asaj fushës.
Në botën e programimit ka qenë një shpërthim i punëve të programimit që është reflektuar edhe në Kosovë. 2022, në fund të 2022-s, ka qenë kulmi i numrit të punëve për programim. Edhe ai bubble ka shpërthy, edhe ka ra në mënyrë drastike, domethënë mbi gjys për gjys. Është zvoglu numri i punëve të programimit, edhe realisht është vrejt edhe në Kosovë. Që ky trend në rritje ka pas ndikim atëherë që krejt kanë thonë, krejt kanë dashur me hinë në programim. Tash nëse ka pas trend të rritjes, kjo ndikon që me pas interesim në studim, mirë po kur shkojnë, derisa shkojnë ata në studime dhe derisa i kryjnë studimet, ai numër i punëve zvoglohet. Edhe realisht që kjo është një prej arsyeve pse ka përqindje të lartë të papunësisë. E gjeta një statistikë për Kosovë, për shembull në 2019 kanë qenë 527 të diplomuar bachelor dhe master shkenca në krejt ICT, vitin e radhës është rrit, domethënë gati 2 fish, 900, edhe vitin e tretë me radhë është rrit në 900. Tash llogaritet që nuk gjeta statistika për ma vonë, llogaritet që kjo tu shku tu rrit ka vazhdu, mirë po kur ka shpërthy, krejt këta persona që kanë diplomu në shkenca kompjuterike ose në inxhinieri, realisht kanë me të papunë, sepse tregu ka ndryshuar drastikisht. Një aspekt tjetër që duhet me kqyr është makro trendet. Në një studim në Cambridge University Press, e pata para 3 viteve në Twitter pa të shku viral, është Quantifying the Scientific Revolution. Disa studius e kanë marrë listën, janë mundu me marrë listën e krejt shkencëtarëve në historinë e njerëzimit, edhe janë mundu me aqit një vlerë të prodhimtarisë së tyre shkencore. Edhe me kuantifiku se sa ka prodhu ai njeri shkencë. Edhe mande me kuantifiku gjatë periudhave të ndryshme, shtetet të ndryshme sa kanë prodhu shkencë. Që kjo është një graf për disa qind vjeçar, edhe përqindja e prodhimtarisë shkencore në ato vite, gjatë viteve të ndryshme. Për shembull, Italia një kohë e ka pas përqindjen më të madhe të prodhimtarisë shkencore, mirë po ma vonë është zvoglu prodhimtaria e Italisë, edhe është ngrit prodhimtaria e shteteve të tjera. Domethënë Gjermania ka pas rritje, Anglia ka pas rritje, Holanda ka pas një kohë rritje, mandej zbritje. Tash ata i kanë marrë të gjithë shkencëtarët që kanë mujt me gjetë dhana për ta, ja kanë qit një vlerë të prodhimtarisë prej 0 deri 1, edhe i kanë paraqit me një paraqitje grafike, edhe ajo që kanë gjetë ata është që gjatë periudhave të ndryshme të historisë së shteteve, ka pas rritje masive të prodhimtarisë shkencore, edhe mandej ka pas zbritje. Edhe janë 3 periudha kështu shumë të fuqishme, që është ngritja ekonomike italiane, ngritja ekonomike holandeze dhe ngritja e Mbretërisë së Bashkuar. Autorët i marrin disa faktorë që në bazë studimeve të kalume që janë bërë se çka është arsye që ka prodhimtari shkencore, edhe ata realisht i rrëzojnë ato teorie dhe thënë që janë irrelevante ose kanë tepër pak dikim. Njëna prej tyre është numri i universiteteve ose vetë ekzistenca e universiteteve. Autorët thonë nëse universiteti është faktor për prodhimtarinë shkencore, atëherë pse ka ra? Domethënë nëse Holanda ka pas universitete dhe ka filluar me prodhu shkencë, nuk është se ato universitete janë pshel, mirë po prodhimtaria ka ra. Edhe në anën tjetër, shkollimi edhe shtypi, edhe shkollimi, përhapja e shkollimit në mënyrë masive, kanë thonë nëse janë faktorë që ndikojnë në prodhimtarinë shkencore, atëherë pse kanë ra. Edhe autorët vinë me një përfundim, domethënë i kanë disa faktorë që mendojnë këta, që kanë pas ndikim më të madh në prodhimtari, po njëra prej tyre është GDP-ja. Domethënë në periudha të ndryshme, Italia, Holanda edhe Britania e Madhe kanë pas rritje të mëdha të GDP-s, rritje të jashtëzakonshme. Për shkak kolonizimit, për shkak tregtisë, për shkak ndryshimeve globale ekonomike, edhe kanë pas rritje. Në çat rritje, për shkak se është rrit GDP-ja, është rrit edhe GDP per capita. Për shkak se është rrit GDP për kokë banori, atëherë kjo ka ndikuar në përmirësimin e kushteve të një pjesë më të madhe të popullsisë, edhe rrjedhimisht ka pas luks një pjesë më e madhe e popullsisë mu marrë me shkencë. Edhe këta thonë që kjo është një prej faktorëve më të rëndësishëm pse ka ndodhur rritja e prodhimtarisë shkencore. Tash nëse kthehemi në aspektin individual, nëse ka kriza ekonomike ose kriza politike ose kriza të luftës, atëherë
pa parasysh niveli i shkollimit apo ngritjes akademike, ti je viktim e pasojave makroekonomike apo makropolitike. Edhe realisht punimi është i ri, është i vitit 2023, kom pas këshyra ka studime apo punime që e kanë kritiku këtë punim, po për shkak se është i ri, hala nuk kam ri, po si punim ka pëlqy edhe më ka duk shumë valide. Një prej pyetjeve që realisht shtrohet vazhdimisht edhe prej librit edhe jashtë librit është a ban pa shkollë. Edhe Pierre Bourdieu e ka një mendim interesant. Pierre Bourdieu e ka një libër The State Nobility, edhe aty ai përmend një send thot diploma e shkollimit realisht është qilës për me hi në profesion. Profesion të cilin kime mësu vetëm kur hi në profesion. Nuk ka asnjë fushë profesionale që ti e mëson realisht totalisht fakultet, po ti duhesh me himi me fillu me punu dikon edhe që atëre mëson. Edhe që ka ndodh për shembull në Kosovë, që ky qelës është eliminu. Do me thonë, ju ka dhënë mundësia njerëzve që s'kan kry shkenca kompjuterike ose inxhinieri, ose kanë kry gjëra krejt tjera, edhe ju ka dhënë mundësia me hyrë në programim, edhe realisht kanë hyrë programim, edhe kanë gjetë vetveta. Edhe tash na muj me shtru pyetjen, a muj na mi eliminu totalisht, domethënë. Me bo të gjitha profesionet milon pa kurfar kriterit të shkollimit, edhe për shembull me provu me punu si mjek me një ambulant, qendër mjekësore familjare, edhe pa shkollë çashtu, me fillu me mësu nivelin e domethënë aspektin profesional. Edhe realisht mundet me qenë e mundshme, mirë po ajo që deshta unë me pru si argument kundër kësaj është bo një matje për social mobility, domethënë është bo matja e shumicës së shteteve të botës, edhe se çfarë indeksi kanë në ngritje sociale. Domethënë sa lehtë është për një person apo për atë shoqëri mund ngrit në ekonomikisht apo akademikisht në atë vend. Edhe këta i kanë marrë 10 faktorë të ndryshëm që këta mendojnë se ndikon në ngritje personale. 3 prej faktorëve që i përmendin këta kanë lidhje me arsimin. Njëna prej tyre është aksesi në arsim, domethënë sa përqindje e madhe e popullatës kanë qasje në arsim, qoftë nivelit të ulët që nivelit më të lartë. Shtylla e dytë që përmendin këta është kualiteti i arsimit. Domethënë edhe pse ndoshta kanë qasje të gjithë mirë, po kualiteti mundet me qenë i dobët, sikurse në rastin e Kosovës nëse i këshyren me rezultatet e pia. Dhe e treta është lifelong learning, sa ka, domethënë mrena shkollimit në aspektin profesional apo në aspektin shtetëror, sa ka mundësi për ngritje profesionale. Qoftë shkallësi të ndryshme, qoftë trajnime, qoftë certifikata. Domethënë, sipas këtij studimi diku 30% e shtyllave për ngritje personale kanë të bëjnë me arsimin. Edhe këta kanë ardhur me një paraqitje grafike të modelit që mendojnë se ndikon në shoqëri. Përmirësimi i këtyre shtyllave që këta i kanë paraqit për social mobility ndikon në mundësi më shumë për njerëzit, edhe kjo ndikon në ngritje më shumë, që ndikon mandej në trashëgimi të kushteve më të mira ose të pabarazive, më pak pabarazive, edhe në anas tjetras kur mungojnë disa ose shumica për këtyre shtyllave ka pabarazim më të mëdha që realisht ndikon me pas ngritje më të vogël edhe që vazhdon me trashëgu pabarazit. Që kjo është gjendja e Gjermanisë, domethënë në 10 shtyllat që i kanë paraqit këta e kanë bërë një metrik prej 0 deri në 100 mbas disa kritereve, edhe e kanë vlerësu edhe poshtë është renditja e Gjermanisë në çat aspekt. Për shembull në qasje në edukim, Gjermania është e 3-ta në botë, mirë po në kualitet është e 30-ta në botë. Edhe në fund bëhet një matje e përgjithshme, domethënë Gjermania është e 11-ta në botë për social mobility. Po kthehemi te autori, si konkluzion, domethënë autori e ka diskutuar çështjen e anti-intelektualizmit, edhe është mundu me shpjegu që nuk është e një trajqme, nuk është se buron veç prej një vendi, apo prej një arsye, e ka tregu se është ciklike. Domethënë gjatë historisë amerikane, herë ka pas qasje më të madhe anti-intelektuale, herë më të vogël, edhe realisht arsyet që ndikojnë në anti-intelektualizëm janë valide.
ndonjëherë është demokratizimi, sikurse për zgjedhja e ekspertëve pa zgjedhjen e popullit. Ndonjëherë është praktikaliteti, domethënë nëse na shpenzojmë paret tona në një sistem arsimor, edhe në fund sistemi arsimor nuk i sjell kurfar dobije praktike, nxënësave atëherë pse mi shpenzu ato pare. Edhe pikë tjetër që e përmend autori është dilema intelektualit. Në Amerikë shpeshherë ka pas lëvizje intelektuale që e kanë pas shpirtin rebel. Edhe tash ti nëse bosh pjesë e sistemit apo pjesë e establishmentit, ti realisht e hupat shpirtin rebel edhe nuk mundesh me qenë kritik kur je pjesë e diçkaje. Që kjo është pak a shumë prezantimi i librit. Libri ka 600 faqe, domethënë ka material sa dush me diskutu, po jo mundu me përmbledh me disa pika.